Ndërsa të tjerët shkonin në shkollë me çanta të bukura dhe ëndra, unë shkoja me mëngë të gjata për të mbuluar shenjat. Mësuesit pyesnin pse isha gjithmonë e heshtur. Nuk e dija si t'ju përgjigjesha. Në vend të lodrave kisha frikë, në vend të përqafimeve kisha goditje, në vend të dashurisë kisha britma. Mami shpesh më thonte në vesh mos fol, mos u nxe, mos e shiko në sy, vetëm duro. Dhe unë durova për vite, për shumë vite. Kur u bëra 15 vjeç, babai u bë dhe më i tmerrshëm. Mami u sëmur nga stresi, nga frika, nga dhuna. Ajo nuk mundej më. Një natë pas një sheri të tmerrshëm ku babai e goditi pa mëshirë, mami nuk u zgjua më, zemra e saj u dorëzua. Por babai tha një fjali që më ka ndjekur gjithë jetën.